Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 45 vjeç dhe pas më shumë se 15 vitesh martes mendoja se asgjë që lidhej me trupin e gruas time nuk do të më vinte në siklet apo do të më zinte të papërgatitur. E njëja shumë mirë, ose të paktën kështu besoja. Gjithçka filloi gradualisht. Ajo filloi të ankojë për një ndjesi parehatije. Në fillim nuk i dha shumë rëndësi. As unë, por as ajo. Por me kalimin e ditëve vura re që kishte më shumë sekrecione se zakonisht, të bardha të trasha. Ajo ishte shqetësuar jo vetëm fizikisht, por edhe nga ana emocionale. Më kujtohet një mbrëmje kur po rinte në anë të krevatit e heshtur. E pyeta çfarë kishte dhe ajo me turp më shpjegoi që diçka nuk po i dukej normale. Ndihej shumë në siklet. Kishte frikë mos unë do mendoja diçka të gabuar. Në atë moment e kuptova sa e lehtë është që një çështje shëndetësore të kthehet në burim turpi për një grua. Gabimi im i parë ishte që e minimizova. I thash, mos u shqetëso, janë gjëra që ndodhin. Por për të nuk ishte kaq e thjeshtë. Ajo e ndjente në trup, e ndjente në vetbesim. Filloi të shmangte afrimin fizik, jo sepse nuk më donte, por sepse ndihej shumë e turpëruar. Pas disa ditësh vendosëm të shkonim tek ginekologja. Mikja ishte shumë e qartë dhe e qetë. Shpjegoi që ndryshimet të tilla janë të zakonshme. Mund të jenë nga një infeksion i thjeshtë, nga ndryshime hormonale, stres, antibiotik ose faktorë të tjerë. Na tha që shumë gra e përjetojnë këtë në periudha të ndryshme të jetës. Ishte diçka e trajtueshme dhe asnjë gjë dramatike. Por për mua ajo vizitë ishte më shumë se sa një sqarim mjekësor. Ishte një mësim. Kuptova që ajo që për mua dukej e vogël, për të ishte diçka që prekte intimitetin, sigurinë dhe mënyrën si e shihte veten. Ajo kishte frikë mos unë do e shihja ndryshe, mos do distancohesha, mos do mendoja që ishte diçka e pakëndshme. Më dhëmbi që kishte mbajtur brenda gjitha të shqetësim. Trajtimi zgjati disa ditë, gjërat u përmirësuan shpejt, trupi i saj u kthye në normalitet, por e periudhë la një reflektim të madh tek unë. Në moshën 45 vjeçare, po kuptoja që martesa nuk është vetëm bashkëjetesë dhe rutinë. Është të mësosh vazhdimisht për tjetrin, të kuptosh që trupi i një gruaje kalon nëpër faza, ndryshime, cikle, dhe secila prej tyre kërkon mirëkuptim dhe jo gjykim. Ka burra që reagojnë me neveri apo me dyshim. Unë për fat nuk shkova në atë drejtim, por e kuptova sa e rëndësishme është të jesh i qetë dhe mbështetës. Kur ajo ndihet e sigurt, gjithashtu intimiteti forcohet, jo vetëm fizikisht, por emocionalisht. Sot kur mendoj për atë periudhë më duket e vogël nga ana mjekësore, por nga ana njerëzore ishte e madhe. Më mësoi të dëgjoj më shumë, të mos e minimizoj shqetësimin e saj, të jem partner dhe jo spektator. Trupi ndryshon me moshën, hormonet lëvizin, stresi ndikon, por ajo që duhet të mbetet e qëndrueshme është respekti dhe mbështetja. Jam 45 vjeç dhe ende po mësoj. Jo për trupin e saj, por për mënyrën si duhet ta mbaj pranë, sidomos kur ndihet e brisht. Dhe ndoshta kjo është pjesa më e rëndësishme e një martese të gjatë.